Një emër që mbart kujtime të një kohe kur çdo ditë shkruhej me sakrificë, guxim dhe vendosmëri. Smail Elezaj, një tjetër dëshmi nga njerëzit që e përjetuan luftën nga afër. Unë jam shumë e nderuar që sot kam përballë veteranin e OÇK-s Smail Elezaj. Smail, faleminderit shumë që na prite dhe pranove me nda sot rrëfimin tënd me neve. Apo më tregon fillimisht çka të ka shty me hin këtë rrugën e rezistencës ose ato fillimet e para në OÇK? Po, realisht unë isha veprimtari i Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe për shkak të pjesëmarrjes në demonstratat 89-90, pastaj jam detyruar të emigroj në Zvicër për t'ju largu arrestimit. Bastisit fillon në për familje, pastaj i maltratojnë familjet tona, edhe u vendosa në Zvicër normal dhe kam kërku azil politik atje. Me kom pos fatin që ta njof dëshmorin, tash dëshmor Skënder Segun, ishim njoft edhe përpara, imi njoft edhe në demonstratat 89-90 në Pej, dhe edhe ai detyru me lshu Kosovën, edhe ishte vendos në Zvicër. Atje jemi takue, unë si veprimtar i Lëvizjes Popullore të Kosovës, ishim të afërm me Skënden, ishim kontakte të shpeshta, edhe ai i besonte Lëvizjes Popullore të Kosovës, për shkak se Lëvizja Popullore e Kosovës nuk e parashifte që Kosova do të lirohet pa luftë. Dhe ishte në kontakt me neve, sidomos me Xhavit Halitin, Ali Ahmetin. Thoshte që i kam bezdi mbledhjet e gjata, qujet, por kur janë punët e lufta, mund me thirrni. Dhe Lëvizja Popullore të Kosovës kishte kontaktu me të dhe e ndihmonte lëvizjen në bardhin e armëve, për shkak që Skenda ishte vozic i një autobusin e një firmë dhe e shfrytëzonte atë. Edhe aty këtu edhe ndonjë private kur kishim mundësi financiare me siguru në armë. Pastaj kur ndodhi që filloi lufta, ai ishte vendos në Durrës, e kishte ndërtu edhe një shtëpi vetën, dhe po thuaj që shtëpinë e kishte shndruar në shtab ose në një lloj magazine, kishte angazhuar edhe familjen e tij. Dhe u morëm vesh dhe nga Zvitra u thova për Durrës me taku Skënden. Aty kishte kriju miqësi me njerëz në lagjen ku jetonte, kishte kriju disi dhe siguri, kishte depërtu tek disa e prurë në Shqipëri, dhe kishte siguru edhe armë, edhe municion. Rreth një pregaditje të një arsenali të armëve, diku 10 ditor, arritëm me siguru një pjesë të madhe të armatimit dhe pastaj kalum në Tropoj. Në Tropoj kemi qëndru aty dikun rreth 3 javë. Interesi jonë ishte që ato armë që shpërndahen popullit. Njerëz që vishin nga Kosova të lodhur, pothuaj të zbathur, që kishin ardhur për armë, ja u kemi shpërnda. As një nga ata nuk e kemi pyet, për shembull, nga jeni ose më bën dasi cilës komuni i takojnë apo cilës rrymi i takojnë, thjesht ja u kemi shpërnda armët. Një rast më kujtohet, një grup e pyeta nga jeni, jemi nga Podujeva,
ishi kënë 32 veta, unin shumë të kënaqur që u informun, morën armet, morën municionin, dhe aty kemi qenë grup shokësh buri madhën i kull, që s'kujtohet pronë e kujt ka qenë e kulla. Edhe një sasi tonëve e lam për veti natyrisht, për me orën Kosovë. Mas 20 dite aty diku, e kemi morë një kamion në atë kohë, dhe kemi dëpërtu dikun, nëse se ka bojam një bjeshka qeremit quaj. Kamionin natyrisht nuk ecë në për ato thepsira, edhe i kemi ble 21 kali në Shqipni për jasaj sa nisër ku këshin dalë ata. Dhe kemi shku të Kufiri, Trekonshi, Malzi, Kosovë, Shqipëri. Aty e vrejtëm që është e pa mundshme me dëpërtue, sepse ishte një konsolidim i madh i forcave jugoslave në buzë kufinit, edhe vendosëm që dëvim të Rosa e Zogut. Ashtu quhet atje. Erdhëm të Rosa e Zogut ofër, kishin qenë dikun rreth 500 veta që nuk njifshim me ta, lloj njerëzve, lloj moshave, po na ndoshta nga frika, ndoshta nga respekti, se dina pan gjithë në uniforma, na ishim një njësit i përgatitën shumë mirë, edhe u vendosëm kryt kolonës. Dikun me datën 3 korrek, natën e 3 korrikut, apo 4, kemi udhëtuar gjithë natën dhe kemi ardhur në Jasis, Jonik. Në Jonik e kemi takuar Lëm Haxhiun. Jemi konsultu me ta, na ka tregu diçka për organizimin e luftës, ishte njeri i parë që e takuam kënej kufini. Pastaj kem kalu në Pacaj, në pjesën e Jonikut që shkon Kazakova. Kemi nejt një natë në fshatin Dujak. Prej Dujake kemi kalu në Glozan. Në Glozan kem qëndru shkurt, me gjënë se ishte mes i notës, dikun 5 korriku. Kem pyet për Haradinajt, nuk kishin qenë aty për momentin, dhe jemi orë në Raushiq. Në Raushiq kemi mri me 6 korrik, ora 3 mëngjesit. U informum që ka ndodhur një incident në logja Raushiqi, përthojnë dy fshatar krejt në Gjitas, dhe është vrarë një djalë që quhet Taher Shala, që jenë përpjek me boros përthuj gjatë natë, dhe ka shansa që forcat serbe sulmojnë mëngjes. Na u shpërndam në për shpia, në ora 6 mëngjesit, ashtu dhe si që na informon ata vendasit aty, ndodhi sulmi. Moral kishim, besim luft kishim, armët dihet që s'kanë qenë nivelit e tyne. Për komandant të ati njësiti, ishte caktuar nga shtabi i përditshëm Skënderqeku. Kudo që jemi, kudo që veprojmë, tjetë udhëheqësioni Skënderqeku. I kishte të gjitha virtytet që ta ketë titullin komandant i joni, për shkak të moshës, për shkak të gradës ushtarake kapiten, për shkak të se ishte shumë mirë njës i armëve, për shkak të karakterit fort që e kishte, dhe ishim pajtu.
u ballavaçu me forcat serbe dikun 10 orë pa ndërprej. Fillimi ishte pak a shumë jo i lehtë, sepse një shok i joni ish i burgosur politik, Benak Dinaj e humbi krahun. Gjatë luftimeve. Gjatë luftimeve humbi krahun. Shpen Dresha i gjithashtu, nga fshati Vrell, që ishte me neve, u plagos me snajper, u plagos shumran. Dhe këta i qunë spital ushtarak, i ishin në fshatin një Zhniq, që na asë ishim të informuar për spitalin ushtarak atje, po vetë se e dëgjum si jamen. Edhe u ballavaçum diku një 5-6 orë rresht. Skenda kaloi në pjesë të logjës, edhe une, me këta shokët, ata shkun tek shtëpia e quhet shtëpia e Salihit, aty ku më vonë u vendosëm, unë në pjesën e poshtme të fshatit, deri në përfundim. Për kohën sa ishim adit në luftime, përveç binokut shpendit, u plagos let edhe Syl Muriqi, edhe Kujtim Dreshaj. A keni pas edhe humbje gjatë atyre orëve, apo? Dvram nuk kem pas, Po. por ashtu si thash, njëre ka u kraj, një me snajper, këta u plagosën me granata. A ka ndiku kjo sa do pak që mi hub pak vullnetin ndoshta, ose? Besoni, as pak nuk në ka humb morali, as vullneti për luftën, edhe pse ishte hera pari ballafaqimit ton, veç sa e ka ngrit moralin edhe më lartë. Pastaj, pasu që kryo fanziva, u takum prapë mbrëmje në shtëpinë e Haxhi Salihit, ullëm dhe bisedum çfarë dojmë më. Gjatë rrugës në Shqipëni, kishim bisedu që ndoshta do ishte mirë ta krijojmë një front na vetë, dikun ku nuk ka luftime. Mirë, po me qenë se ndodhin lojë si ndodhi, na u ka duk si pak keq në rrasën atë rricimi, edhe krijojmë një front tjetër, bile jo për momentin. Dhe u koncentruam aty. Nuk kishin pas istikame të formuar, ma ditë luftum, po thuj pa istikame, pa njohje të terrenit mirë, po të nesërmën u dasht detyruam me dalë në fshat, e kërkuam kush është prezenca aty i fshatit, edhe pse na s'ishim të detyruar si u që ka t'japim llogari dikujt. Por me qenë se ishim fshatin e tyre, e takum kishte qenë koordinator një farë Shaban Shala, aty i thoshin, ka punu në polici për parën, u konsultum me të dhe kërkum që fshatit mobilizohet, s'ka lidhje ushtarë civil pa marrë për asysh që ka janë, edhe të krijon istikamet, edhe na dëgjoj, kanë dalë, janë formu istikamet, pëthuin gjithë fshatin, pastaj kemi dalë edhe në Raushec, kemi sugjeru se si të krijohet vija frontit Raushec dhe pjesa e për me Lojës, ku me forcat serbe mund ballafaqohem në vijën e asfaltit, se rruga Pej Deçan ka qenë pëthuj krejt në kontrolën e ushtrisë dhe policisë serbe. Dhe në aty, pikërisht aty e krijum vijën e frontit. Kemi dalë pastaj, kemi taku e fshatra që ishin organizu vetë, kemi shku i kemi vizitu të plagosurit në Irznic, kishte qenë një spital ushtarak të Lagja, Dodaj i kemi vizitu të gjitha ata 4 dhe të tjerët. E kemi taku edhe një ish e përor ushtarak që e kisha në Jugoslavi kur kam qenë, Shamseddin Ceku, kishte qenë aty i fshatit, jemi konsultu edhe me të. Pastaj kemi shku me i taku edhe Haradinajt. Nuk kishin qenë aty për fat të keq,
ndoshta, e taku me Mrësh Xhemalin, në qunin kompjuteri. Dhe i tregum që jemi vendos në logjë, i tregum për ofenziven e 6 korrikut, ishte 2 ditën e parë, i tregum për humbjet tona, i tregum edhe që nuk janë do bashkëletas forcat serbe me neve, sepse më kujtohet atë ditë me nxezën e 7 korrikut, na ishim të pa informuar, ishin disa të vrarë nga forcat serbe në ballë me neve aty, dhe erdhi helikopteri. Helikopteri edhe njëkohësisht një lloj kombi mi morë ato kufomat e tyne, po edhe në të farë kombi, edhe në helikopteri shkon shenja e Kryqit Kuq. Okej, po. Kur po shenja në Kryqit Kuq, na s'kishim pas konsulta për parën, nuk kishim informacione, faktikisht mendova si Kryqi Kuq. Edhe ishte mundësia me godit edhe helikopterin edhe kombin. E kishim mitraillezën e rond të kurdisun, po thjesht thash, po bëj keq. Kryqi Kuq është ndërkombëtar, çka është ajo punë, edhe mos bim kundërshtim me ndërkombëtar, nuk e gjejtem. Edhe s'patëm shumë kohë me mendue, kur helikopteri shkoi ka rajoni Desonit, me siguri atje e preku pjesën e Gllazonit, pjesën e Ramushit, kur ata e gjojten helikopterin, na e pam që kem gabu që se kemi godit, po ishte volë. Më thonë kanë qenë sërbë me helikopter të vjedhur, ose... Shenja Kryqit Kuq, në atë kuptimin me të frigu, më thonë që adin ku me dit. Edhe vazhdum ashtu, i vizitojshim shotat vazhdimisht, do takojshim me njerëz, do takojshim me komandant lufte, e shishim disponimin, sepse në Dugazin ka qenë një fenomen që në Kosovë, në zonat tjera, nuk e kam dëgjuar. Organizime vetë fshatrat, që qushin shtabe lokale, kishte UÇK, normal, formacion ushtarak, kishte fshat, ka qenë një farë lloj mobilizimi i përgjithshëm sa orftir me caktu në pjesën e vitit 98 deri dikun ka mesi shtatorit, po thuj që ka qenë një mobilizim i përgjithshëm Dugazin. Dhe dikun pas një kohë, dikun një 10 ditëve, prap na lindi ideja që ta shohim njerëz si po ecë lufta në logjë dhe ta bëjmë edhe një front tjetër në rajonin e Radovcit për shkak të pozitës gjeografike, që kishte pjeshkëve, pozita gjeografike ishte shumë e përshtatshme. Edhe arsyeja ishte që s'kisha qenë 8 vite në shtëpi. Edhe tha me shku atje, me u konsultu me njerëz, me pa disponimin, dhe e kemi mundësinë me një grup furnizimi që ishte nga Shqipëria, me kalu një sasi armëve në Rrugovë dhe rajonin e Podgurit dhe të hapim një front edhe atje. Por atje, realisht, morëm informata që ai grup, realisht, që kishte për detyrë, kishin rënë prit në kufi dhe ju e në detyru që mu kthi. Edhe bisedum atje vazhdimisht me njerëz në për fshatra, u munojshin me dhon moral më organizuar, rajon i shkon i pa organizuar, kishte shumë pak njerëz që kishin pas kontakt me ushtrinë shqiptare të Kosovës, fshatrat e Dugazinit ne ishin luftë, e kishin ngarku shumë atë pjesën tonë atje dhe me njerëz të ikur nga frontet e luftës, dhe tot gati në të fshatish. Ishtë dyfishu numri banorëve. Njerëz të ikur nga frontet e luftës? Nga fshatrat që ishin luftë, nga frontet e luftës, ishtë dyfishu numri banorëve, edhe ishte e vështirë në atë kohë që të veprojsh në ato kushte, në ato rrethona, sepse po bone diçka, po veprove diçka, në mesin aty në njerëzve, ish
shumë vështirë. Dhe ndodhi pastaj sulmi i tretë këtu, po ndërkohë, diku me pikrisht koincident me sulmin e tretë këtu, kishte ardhur një grup i ushtarëve shumë i madh, diku prej 580 veta prej Shalës Bajgores. Edhe kishte depërtu përmes rrugove, kishin ardhur në fshatin ton 580 veta me një sasi shumë të madhe të armatimit, dhe e kisha marrë një letër prej Ramush Haradina, i kisha marrë një letër porosi përmes ushtarëve dikuj, një prej shtabit përgjithshëm se duhet të ndihmoj grupin e Shalës Bajgores, Traman Romës, praktikisht Drenicë, që të kalojnë deri në rajonin e tyre dhe të mos ballafasohen rrugës me forcat serbe. Në kohën kur isha të marrë me Ramonin, ndodhi sulmi këtu. Për me ardhë dhe me i marrë dhe ata ushtare, me ardhë duhe i kohë e gjatë, sepse kur e kanë marrë ata sulmin me nxez, i kanë parashikuar ato që mos ketë mundësi ushtarë tjerë e vende tjera t'ju ndihmojnë, kishin angazhuar 5 helikopter, gjithë ka rreth, ishin me turbi. Ata kanë qenë në përcjellje, do të thënë. Kishin bën post bllocë gjithë ka rrugëve, në mënyrë që thjesht na dushin 2 ditë për më kalon lojë. Kështu normal, në kushtet normale, lojën e kem 12 kilometra. Po. Në kushtet luftës 100. Se Me krejt pengesat. Rrotulle me pengesa, edhe po në mbrëmje e angazhuam dikon, më shkuam pe më informua, dhe mora informatën që Skënder Ceku, Gani Elezit e cilën e kam vlla, janë plagos shumë ranë. Edhe çka është interesant, se s'pe flas pjesën masi që s'kom qenë këtu në ofenzimin e tretë, e kishin nënë një farë lloj porosie që të mos dihet adresa në cëllin spital veçojnë, për shkak se do të vrapojnë familjet, më shku, edhe në atë kuptimin, ra mbrapa. Edhe mos të rrezikohen. Mos të rrezikohen, edhe këta në mbrëmje dikun... Qysh e përjetove si lajm plagosja e vllajit edhe komandantit njëjtën kohë? Po të tregoj thjesht, më kisha ardhur një letër, se porosita dikon më shkun pe, disha komunë dhe morë informacionin, beso nuk më isha mi dallu venin ku jenë plagosit edhe të vramët. Personalisht, e lexojsha, nuk disha cilët janë, se hupa krejt komplet, e thiri një djalë talë, si thëmë, bëma dallimin, cilët janë plagosën, cilët janë vramë. Tha qëtësohu, tha këta janë plagosën, këta janë vramë. Pastaj sot nuk e di qysh të përtoj një letër, një motër medicinale në atë kohë, për kone ka dërgut, nesërmën, më vjen një letër, thot që janë plagosën ranë, në spital ku i kanë qunë nuk di, e kanë vështirë me shpëtue. Nuk disha as komunis, as ku më shku. Kanë ndodhë që kom angazhu njerëz për shembull në Gjermani. I kom thonë interesau ti me telefona dikun, mos ty po të regojnë, besa as aty në që kanë thonë. Se skenda kish porosit. Ata vetë kanë kërku që mos... Skenda kish porosit, i kish thonë nga nis, që të lutem familjet tona, mos ta din adresën se vinë, edhe është Soreka, është gjenje luftë, është shumë largë, edhe është shumë vështirë, pa ndodhë diçka. E kështu që dikun mas një kohë, më thonë, 2 javë ore, nuk di sa ka ndodhë. Pastaj Gania, Benagdina, disa të plagosën kanë arrit marrë në atavës. E pastaj i kemi për cjellë. Natyrisht plagosën të të më shku për Malzi, për Shqipni, edhe me i shpetua. Kjo ishte paka shumë një përshkrim
për skendën, edhe ka qenë normalisht jam nga shtabi i përditshëm, ka qenë i pajtimit, edhe shtabi duke qenë Dramush Haradinaj, për Skanderqekun, besoj që për kohën jem të folë për vitin 98, skenda ka qenë figura ma e rëndësishme e rezistencë në atë kohë për këtë pjesën e rajonit 5. Po, e lavdi për dëshmorin Skanderqeku. Tash, kur e kujton krejt periudhën prej fillimit, do më thonë që kur ke qenë pjesë e PPK-s, Lëvizjes, LPK-s, po, që atëherë, deri në ditën e fundit, cili është ai momenti që nuk e harron asnjëherë, që halo e kujton, nashta e ki edhe pak si traumë. Momenti që nuk e harroj, gjithmonë e ka mandru kur do t'jen dita që na do të kemi dikon që merr përsipër luftën. Sepse thjesht si kem besua këtyne politikë përçore si kem besua as pak, na jemi konë bindur që politika përçore ka dështu dhe duhet luftoj. Momenti maj që më kalon përshtypje është kur forcat serbe atë ditë në Raushish në kanë ponë uniforma të gjujtë në ta kur i kanë batu ikë. Dhe më thonë, edhe na ka kem dikushat në atë kuptimin që po detyroj kanë. Se unë mendova, si pas qëllë u tyne, kanë mendu që kanë punë veç me fshatin. Nuk besoj që kanë posë informacion Nuk e kam prit që kanë mu përball me juve ashtë përgatitën. Që ka arë një informacion gjatë nate dhe mu ballavaqu me ta. Dyqysh sukur mi para pishman dikur. Që mirë po, na i përballum asaj pune me shkurt, me vullnet madhe dhe vullneti, guximi madh, vullneti madh, besimi në luftë, gjitha ishin. Por problemi kryesor gati ka qenë që me arme kemi qenë disproporcion të madhe. Po. Unë mendoj edhe me sasi, edhe me kualitet. Disproporcion të madhe ka qenë kualiteti i armëve, rrethonat, pastaj na nuk kemi qenë republikë si përpara, për shembull të kemi strehimore, të kemi mbrojtje territoriale, të kemi mundësi ku mi strehu familjet, po tash lufta e popullatave civile afër ka qenë shumë e vështirë. Në njëjtën kohë me mbrojt civilet. Shumë e vështirë, pastaj ju me siguri keni dëgjuar që raste ata duke humb ballafaqimin me uçakën, shpesh janë marrë në popullatën civile. Më ne ka pagu popullatët civile. Kështu, një zdi si të them, por unë mendoj që ka përfundu mirë. Çfarë përjetove kur u çliru vendit tamam? Po, unë e përjetova mirë, po isha edhe informuar, sepse pastaj kur i dërgom këta plagosit në Shqipëri, u morëm prap me punë çështjet e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në kohën kur është organizu konferenca Rambujës, më kanë ftu ky delegacioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës, që t'jam afër tyre të kështjella Rambujës. Edhe kam qenë 2 veta kemi qenë shqiptar, 5 kanë qenë sigurimit francez aty, edhe gjatë konferencës Rambujës, sidomos gjatë konferencës Parisit, kemi qenë sigurim të shqiptarit. Grupi UÇK-s konkretisht të shqiptarit. Dhe tash, kur je afër me ata njerëz, me delegacionin, merr vesh diçka, kupton nga ajo punë dhe jemi konë bindur që të ndodhë sulmi natës, jemi konë të bindur që delegacioni UÇK-s dhe kryesisht Hashim Thasi, këmbgulja e tij në konferencën e Parisit, konferencën e Rambujës, që të mbetet një hapësirë juridike për shpalljen e pambërësisë dhe ushtria e Kosovës të jetë trashëgimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këto 2 pika që kanë mbetë janë merit Hashim Thaçit pikërisht, këmbgulja e tij,
edhe mos dorëzimi i tij para ndërkombëtarëve e kemi këto që po e gëzojmë sot. Patjetër. Çka kishte thonë sot pikërisht për presidentin Thaçi, po edhe për të tjerët që janë në Hagë, edhe që po pritet së shpejti dhe gjykimi i tyre? Unë mendoj që fakte nuk kanë që ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë krime. Jenë mënu me kriju disa dëshmitarë, pothuaj të rrajshëm, dhe kërkesa këmbgulja më e madhe për të kriju kjo ka qenë ndikimi i Rusisë, Serbisë, shteteve disa dhe evropiane jo mike të Kosovës, se kanë arritur në kriju këtë gjykatë dhe në një formë e kanë detyruar spektrin politik në atë kohë që të krijojnë gjykatën speciale për ndrysh mos ta pranonin. Në atë kohë ka qenë një rast i keq për Kosovën, për shkak që Kosova mund të bllokohej në një farë forme dhe goditëm ku ta diun në çfarë forme Kosova dhe ata thjesht e kanë rreziku veten personale, vetveten e kanë rreziku në mënyrë që të krijohet gjykata speciale dhe të dëshmojnë pafajësi. Shteti si shtet sot nuk është i interesuar që 6 vite për shkak që dalin, flasin jo po na kushton, jo po bëjmë pagesa për mbrojtje juridike ato, thjesht nuk janë të interesuar, pastaj po munohen me kriju një farë ndasie dhe përçarje në popull, me vlerësu luftën si luftë dhe lirinë që e kemi gëzu, për vetë shtërimi i Kosovës dhe vetë liria që po e gëzojmë nuk kanë mujt me arrit. Po, çka kishit me ju thonë për fund diçka krejt brezave të rinj që se kanë përjetu luftën dhe që nashta nuk kanë shumë informacion për luftën? Brezat e ri... Çka nuk është thonë mjaftueshëm për luftën e UÇK-s? Brezat e ri mendoj që pak më varet edhe për edukata familjare çfarë i kanë. Por është fajtor edhe shteti si shtet, për shkak që në librat e historisë duhet t'i kushtohet rëndësi më e madhe, sepse ta mësojnë spakun në histori, sepse 86 vite Kosova ka qenë okupume. 86 vite ka qenë vujtje, represalje, 86 vite ka pas burgosje pa fund, ka pas maltretime, ka pas vrasje, ka pas rrahje nga më të ndryshmet, dhe për herë të parë Kosova është stiru me 12 qershor në 99, për herë të parë përgëzojmë lirinë, dhe për herë të parë ata që kanë luftu për liri po jetojnë familjet e tyre. Edhe po e gëzojnë edhe ata së bashku me popullin. Atëherë Smail, nëse s'ki diçka tjetër me shtu, unë po të falenderoj shumë, apo ki edhe diçka tjetër? E di që kish shumë me thonë se ka ndodhë shumë gjona, po e di që her pas here dhe rezervohen në pak. Atëherë, unë po të falenderoj shumë që pranove sot me ndarë rrëfimin tënd me neve. Ishte nder dhe kënaqësi e veçantë. Kënaqësia ime. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, miq të dashur, ne do shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.